Të nderuar qytetar, ajo që ndodhi sot për herë të tretë, të katërt në Kuvendin e Shqipërisë, duhet ta keni të qartë që është shkelja më flagrante baraz me një grusht shteti që bën kryetari i Kuvendit në bashkëpunim me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë në pushtet. Nuk e ka kompetencën të heqë fjalimet e deputetëve, nuk e ka, thjesht nuk e ka. E vetmja gjë, me gjithë situatën që i krijoi, që nuk pati kaos, këtu është një qetësi e madhe, ju e pat. E vetmja kompetencë do të kishte edhe nëse këtu do të kishte kaos. Do të ishte neni 66 i rregullores që është i detyrueshëm për zbatim për të. Ashtu sikurse kemi të gjithë ligje dhe rregulla që i kemi të detyrueshme për zbatim, ky i falet vetëm kësaj për këtë punë është atje aq lart. Neni 66 i rregullores Kuvendit thotë pezullimit dhe mbyllja e seancës plenare. Nëse në sallën e seancës plenare çonohet seriozisht rendi i punimeve, mbyllet seanca. Në rast të mbylljes të seancës plenare /3. Kuvendi mblidhet në seancën plenare më të parë me të njëjtin rend dite. Askund nuk shkruhet në rregullore kjo që thot ky, që ndërpriten fjalimet e opozitës. Askund ky nuk e ka këtë të drejtë të marrë dhe thot ju s'do flisni, ju votoni kundër pro-miratohet. Kur? Ky e di dhe vazhdon ta bëjë këtë punë. Ka kaluar në këtë mënyrë sot ligjin e mbetjeve, i cili është një ligj që nuk ka një kosto për ju. E pyet qeverinë sa do t'i kushtojë shqiptarëve. Ky pastrimi i ri që po bëni me një ligj të ri nuk thot një kosto, ka vetëm një shifër në ligj, 86 nene sa lexoj këtu kundër pro-miratohet. Minimalisht 30 milion lekë të vjetra deri në 40 milion lekë të vjetra gjob për secilin prej jush, pavarësisht nëse jeni biznes, pavarësisht nëse jeni një fshatar në pikën më të humbur të vendit. E kanë në dorë inspektorët e këtyre dhe ju e dini që kur thuhet inspektor është barazë me patronazhist. Janë ato fytyrat e këqija, që ju vinë dhe që normalisht do të largoheshin çdo kafe që të vinë tek dera dhe të lejnë një flet gjobe në dorë. Këtë kanë bërë sot. Për këtë nuk na kanë lënë të flasim dhe e kanë bërë në kundërshtim me rregulloren e Kuvendit. Pjesa tjetër, kanë votuar kundër rezolutës për të njohur ky shtet genocidin serb kundër shqiptarëve të Kosovës. Na akuzuan ne se gjasme nuk e du, se nesër nuk do dalim ka i shohu që bëjnë nesër për Inat Albin Kurtit, jonë për kraje të liderve të UÇK-s. Jo. Tani të bëjmë pak histori. Ky këtu është një artikull i gazetës Koha Jon ditën e martë me datë 15 nëntor 1994. Edi Rama që bën thirrje për vot kundër kushtetutës, sepse thotë është një vot mes të ligave të tjera, është një vot kundër presidentit kosovar të Sali Berishës. Kosovar kjo e quan sharje që në vitin 1994. Këta janë foto lebrish, shqiptarë të gjithë, që në vitin 1997 protestojnë me 3 gishta. Ja ku e ke, 28 shkurt 1997. Ja ku e ke edhe këtë tjetrën. Ja ku e keni edhe këtë tjetrën. Labi, kur do të shaj, e dini të gjithë, ka një gjest tjetër të vetin, dakord, me 3 gishta nuk e ka bërë kur, kjo është gjest serb. Ndërkohë që këto gjeste me 3 gishta shoqëroheshin me një parull tjetër, o Sali, o Kosovar, do të varim në litar. Ishte një plagjaturë asaj që thrisim ne në 91 në Ramiz o Zagar do të varim në litar, që do të thotë këta në vitin 97 ja kanë vënë në gojë këtyre që bënin 3 gishta këtë parull, sepse Zagar e kishin baraz me Kosovar. Kjo është dashuria që kanë për Kosovën, pa ju përmendur ato të vitit 44-45 që i kërkonin Titos pash zotin na bashko, na bë Republikë 7 dhe Tito si qasi. Se ndryshe do kishim qenë dhe ne në Republikë 7. Pa ju përmendur faktin që është i vetmi kryeministër ai i këtyre, Fatosnano, në korrik 98, që shkoi dhe takoi Miloševićin në Kret kur serbistë nuk i pranonin as shajistët në kampionat. Ishte nën sanksione. Nesër do t'i shikoni se si do dalin në shesh në mbrojtje të Kosovës. Fill, mbasi kanë votuar sot kundër e skuqën. Sallën e votimit në parlament, nuk ka, për parlamentin shqiptar, nuk ka patur një genocid serb në Kosovë. Jo, nuk ka ndodhur. Ata burra që sot janë në Hag dhe që nesër ta do dalin ti për krajin, kanë luftuar kot, genocid nuk kishte. Atë thot dhe Vučići që i çoi në Hag. U quan kot, janë thjesht terrorist, janë thjesht bandit. S'kishte asnjë gjë në Kosovë, genocid nuk pati, këta ishin kot, ishin një grup banditësh. Këtë i kanë dhënë sot Vučićit. Niko Peleshi mbaje mend. Mendoja se nuk do të kishte një kryetar parlamenti më horr se Skënder Gjinushi në 97-ën. Ja ke kaluar dhe do të përgjigjesh. Faleminderit.